Do të përgatisim së bashku parfen me bajame të pjekura. Kjo është një parfe kasat, një super recetë vetëm me 4 përbërës. Na duhen 3 vezë, një gotë sheqer pluhur e ndarë në gjysmë, një tas i vogël me bajame dhe pana ëmbëlsire 500 ml. 3 vezë të verdhat e vezëve do t'i ndajmë vete me gjysmën e gotës së sheqerit pluhur dhe do t'i rrahim derisa masa të bëhet e tillë. Keni parasysh sheqer pluhur pak, 2 gisht në fund të një gote. Në një tas tjetër do të hedhim 3 të bardha vezë me masën tjetër të sheqerit, do t'i rrahim derisa të rrihet mirë dhe në këtë tas do të shtojmë gjithë përbërësit. Panën 500 ml, do të shtojmë sheqer vanile sipas dëshirës dhe masën e rrahur me të verdhat e vezëve. Do t'i rrahim mirë të gjitha së bashku me rrahse elektrike dore. Në këtë rast kam përdorur modelin Kenwood, shumë e shpejtë dhe shumë e mirë në këtë përgatitje. Pasi bajamet I kemi pjekur pak në tigan, do t'i grim në copa jo fare të imta dhe do t'ja hedhim gjysmën masës në tas. Dhe gjysmën tjetër do t'a hedhim në fund të tavës që ne do t'a shtrojmë dhe do t'a ngrim, që kur t'a presim t'i ketë dhe në sipërfaqe. Bajame një grush të mirë do, I pjekim në tigan dhe këtu do t'a mbështjellim me celefon për t'a vendosur në ngrirje për 3-4 orë dhe kur e servirni, pjesa e çokoladës fondente është opsionale, mund t'ja shtoni ose jo, si të doni ju. Ju bëftë mirë!